Albin Kurti ka problem me historinë e Republikës së Kosovës. Në fakt ka problem me mungesën e rolit të tij në historinë e lavdishme të Republikës së Kosovës. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dha ngellin analizë. Shkojna me vitën e radhës Vlora Qitaku. Ti tregojna miq se kush është Vlora Qitaku e kush është PDK-ja. Pa diskutu fare miq, shkojmë të dëgjojmë vitin, të diskutojmë së bashku, i lutem. Dhe me që historinë nuk mund ta ndryshoj, ai synon të përbalë çdo protagonist të kësaj historie. Arsyeja pse Vlora Qitaku më ndru historinë Albin Kurti? Për çfarë arsye, vëlla? Çka ta merr mendja ty? Çka ka të keqe këtu që Albin Kurti po do e ka ndrruar kushtetutën? Mos vallë dim diçka ti s'po tregon. Se ne dim. Po ti vëlla pse s'po tregon? Nashta ti e di më mirë se na me shpjegu. Shkojna miq? Jam e bindur që Albin Kurti kish me i dhënë 6 vitet e tij si kryeministër vetëm për një ditë të Hashim Thaçit si kryeministër. 17 shtutit të vitit 2008. Po jashtë Au. Qa po do me thonë të jo i zoj me këtë datë? 17 shkor 2008. Qa do me thonë? Që e ka lezu një cop letëra? Për qëta e pa të fjallëna? Apo më zdashtë e me thonë që ka shpallë Republikë? Hej, o i zoj, deri kur dhe në me rajtë kështu t'i bre? Ti dhe gjithë ju, deri kur dhe një me rajtë? Deri kur do një me rajtë? Tregoja një popullit, Hashim Thaçi e ka lexu dekretën e shpalljes Republikës së Kosovës. Hashim Thaçi nuk e ka shpallë Kosovën Republikë. Tregoja një popullit, tregoja një historinë që është reale. Republikën e Kosovës e ka shpallë gjithë. E para. E dyta, Hashim Thaçi e ka lexu me dhunë, me zor e ka marrë dekret me lexu. Këta ka spjeguar Fatmir Sediu, ish presidenti i Kosovës. Gjitha gjëra që keni bojë me dhunë. Tregojë popullit këta. Mos fol të rana e dallavere, është turpi i botës. Është turpi i botës. Je ka gjenin asheqare sa je madhe. Tregojë mirë popullit. Hashim Broja e ka lexu atë dekret me dhunë, jo me hatër. Me dhunë. Këtë botë e di këta. Tregoje popullit tamam që duhet. Vetëm për sot me ardhë një femën apo një mashkull me ardhë dhe me fol nga PDK-ja që shtut me thonë valla na e shpallëm Kosovë Republikë. Ju nuk e keni shpallë për Kosovë Republikë. As ju, as ne, as ata. As ta ndjallë. Po gjithë Kosova. Ja marrov Zoti i ftyrën. Ai që thot të këmë shpallën Kosovë Republikë. Për më shpallë Kosovë Republikë ka punu gjithë populli. U vrat gjithë populli, u djeg gjithë populli, u masakru gjithë populli. Ka vuj gjithë populli. Kështu që ballu me gënjesa se turp. Qështu një fjallë popullore, jeni bo mazi se nuk po folë, s'pen dyti fjallorin tem me juve. Shkojna miq, se ne i tregojmë saj kush është kjo, ma vonë. Ajo periudhë ka kaluar. Është i suspenduar. Unë jam deputete e zgjedhur gjithë. Vlora Qitaku. Të zgjedhur këto dyhur janë të mbyllura për ne. Jo, nuk po ndjen mirë që janë hapur juve. Po vendi nuk është thjesht objekt, nuk është ndërtesë me tulla, është institucion. Unë kam qenë këtë urse e... Pse ana nuk e dim çka është? Çfarë objekti është ta? Për çka është ta? A është instituciona, nuk është ta? Na nuk e dima, na jemi budalla. Po përkon për shtazë, sikur ju.
Jo ti personale, komplet PDK-ja, AK-ja, LDK-ja. Por ju që se votoni presidentin, por ju që nuk doni president, ju që doni me bloku parlamentin, qysh, mos për të kuptoj, ku për të me dalë i zoj? Ju i në ata që për blokoni, ju Albin Kurti për e thirë, për dit, sot e keni kallë parlamentin, prapi ka quftes. Tash kush për kallë të atë parlamentin, kush për bon blokada, kush? I një po sigur ata ma gjupt, edhe lips, edhe zgës. Nuk mund jemi li presidentin. Nuk keni ka qik. Nuk keni ka qik. Një, edhe nuk dini. 2 e 3 me vjell, vjellni, e me vjell s'ka. Me vjell s'ka se orë baba këtu. Tak, 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 edhe këjet prap. Për sëri, tap, 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 s'ka me vjell. Për këta ju e bëni këtë masakër që keni po sot. Se për mu kjo është masakër, kjo është turpi i botës që keni po ju sot. Këtë e keni kalzu ma gjëplukën e ju. Ma gjëplak, ma të madhë. Parlament Kosovës, se sot s'ka pas kur. E ma gjëplaku dhjetë për kuna ardhë. Pe aty njëzët mali që në ardhë e poshë. Edhe i në meqat. Shkojnë amiq. Ditën kur është palë pavarësia e Kosovës. është donë gjak, është donë mund, dje. A ti këta s'pe menon, që keni bo që keni bo sot? Ju s'pe menon që ju derë gjak, ka mujtë më derë sot gjak për i me, në parlamentin e Kosovës. Sot ka mujtë më derë gjak në parlamentin e Kosovës. Keni provokuat shumë. Vetëm me lezë. Po je që nuk e lezë. Adnan Rusemi, një big respekt për ty, bablok. Se aj mjekër të capi, të kapi për dore, veç dojë ke me lezë situatën. Bravo të kohës, respekt për ty shumë. Ja ku shini ju, për dhe këja. Po flasëm politikisht, a? Nuk po flasëm privat se së më intereson, po flasëm politikisht. Politikisht një ju që ta gjakpirësa politikës. Po shta nuk u zoni me lëshu ju, se ju djegë që keni villë shumë. Qatë shumë keni villë, as që as vetë nuk e dini sa i keni ku i keni, edhe duhet me dhonë përgjegje. Shkojnë amiq, që ta shi tragojnë ana kësaj se ku ka villë që ka bu. E ngotash, kjo që po folë, kjo është Dranicak. Dranicak i juj, konë partine juj. Tregon se kuna i ka dhonë të ndër Vlora Qitaku. Kjo që i delë këtu edhe lamat, lap, për Albin Kurtin. Kjo që i delë e folë në amën të qëkës, është turpi i botës. Shkojnë amiq. Klani Bondziman, hajlat. Dranicak i për e thëtë jone. Kjo Dranicak, kjo konë partin PDK. PDK-ha. Kjo për e thëtë jone. Shkojnë amiq të në gjëmi lutën, qa thëtë? 28.000 euro të ndër e të në zonës, e kjo është dhëndri i Vlora Qitakut. Po pra dhëndri i Vlorës. Vlora, dhëndri jëtë 98.000 euro të ndër. Me fakte, ja? E ti po del po folë për korupcion, ti po del po folë për tubime, për blokime, ti. Thash me herëtën e jera, penalti jera poshë, Allah e problem. Po shkujna. Çfarë ftyre ta shko Vlora Qitaku me dale me fol për aferat korruptive të Albin Kurtit? Marrë. Pa tjetër se marrë. Të ndër kujt dhëndrit Vlora Qitakut. Edi Rama Hashim Thaçi dhe Ale Gotash, qka ka bu, qka ka dosh me bu Hashim Thaçi? E ka bu,
po s'ka arrit me krye. Ti që po folë në emën të QK-s. Në emën të Hashim Thaqit. Në emën këtina që ka shpallë pavarësin. A di me spjegu ti shto zoj? E ka shpallë pavarësin si mas teje. Se si mas meje ka lezu dekretin. Edhe po shkon për me bo coptimin e Kosovës. Minimum i thonë Amerikë, një mëna me tho Kosovën. Apo? Shkojnë amiq. Aleksandar Vučić e kanë ndjekë Emmanuel Macron prej Tirane dhe Prishtine e nga Beogradit të tre kanë shku në Armeni për ta lutur në ndihmot ta ndajnë Kosovën. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Is komandant, i cili ka kontribuar luftë, ka rrezikuar luftë. Po mas lufte e privatizoi një terminal doganor. E kjo është Sami Lështoku. Terminalin doganor. Çai vy, çka ka puni komandanti me terminalin doganor. Edhe di çka do i kemi bëj. Do i ke edhe mjalon djalit vet. Mirë po. Vet vendosja kur fitoj. Kjo vëja e kishta me u bo kërshon. We are not problematic, guys. We try to do agreements. Këto ti e kupton shumë mirë. Ti që po kritikon tash, këto gabimet e juve i pe, vjedhjet, hajnit e juve i po, i njive. Tash ngot mirë në Albin Kurti çka ka bu, çka thënë Serbia në parlament Serbis. Okej? Shkojnë a Vlora Qitaku. Po thomë okej, sepse ti e din anglishtën. Se shqiposh në rregull, vazhdojmë. Nema više zastava, nema više dinara, nema više ništa. I me kon, si ka këto sene, me babën të. Jo me hajna me kriminela, me babën të, babën Albil. Për këtë arsye që e qynë babë, pa babë politikisht, ha? Që jeni trash pe krejë, nuk e me revesh. Se gjithmonë akuzoni, pi thoni basë për vjenë turp. Jo, ju vëtës me orë turp, që ju s'pe këptoni. Që shpi thojnë babëna. Babë politikisht. E kjo është baba për Kosovë. Për se cilën. Për mu, për ty, për ata, për se cilën. Shkojnë amiq. Zajednica ka kalu këtu në korrekt. Zajednica nuk ka Go babën. Zajednica nuk ka kalu në gjykat. Zajednica nuk ka kalu në popull. Zajednica nuk ka lënë as në kryeministri e qeveri. Po këtu te ju ka kalu. Mishtë të dashër, me Vlora Qitakun, s'kam çka folë mu. Nëse e kupton, për besë, nëse e kupton çka i kom thonë, aja nuk duhet mu me dalë televizion. Se jo mu në parlament. Jo veç ajo. Po asë një për këtyre që afërmena emnin, nuk e duhet me dalë mu në publik. Hojna po, ranca po, mashtrus po, dalëvergji po, me bloku kuvendin po. Po, mishë të dashër, sa të kemë babel Albin më së mërgjitli. Mishë zotë i rujtë, mirë po ashtë të radhës.